Si do qoftë, ndeshën vëllezër, tema për të cilën sot do të flasim është pajtimi, për të cilën ne të gjithë kemi nevojë si musliman, si besimtar, si njerëz, sepse secilit prej nesh ka mundësi që të ndodhë ndonjë keq kuptim brenda jetës, e pastaj të kemi probleme me ndonjë familje, me ndonjë njeri, me ndonjë arsimtar, me ndonjë profesor, me ndonjë hoç, me ndonjë kujshi, që mirë është pastaj ti afrojmë muhabetet e mos të hidrohemi, të zgjatë hidrimi me vite. Allahu subhanahu wa taala në Kur'an thot: ata të cilët japin sadaka, lëmosh, ose bëjnë ndonjë vepër të mirë, ose mundohen të përmirësojnë raportet ndërmjet njerëzve. Këta Allahu subhanahu wa taala i ka lavdruar dhe ka thënë këta janë vepra të mira. Përpos veprave të shumta të mira që mund t'i bëjmë, edhe këta tre, do me thonë edhe njerë, sadakaja, lëmoshën, që mund t'a japim, ndonjë vepër të mirë, çka do qoftë, edhe përmirësimin e raporteve ndërmjet njerëzve. Ata që ndërhin me përmirësu raporte ndërmjet njerëzve, është të vërtetë që nuk o lehtë, nuk o kollaj, mirë po tash dikush duhet me marrë edhe këtë çështje mbi supe dhe këtë gajle mbi supe të veta. Allahu subhanahu wa taala thot: "Was-sulhu khairun", dhe pajtimi ndërmjet njerëzve ose pajtimi është më i dobishëm. Tash nëse e krahason a pajtimi, a hidhrimi, a mu pajtu me dika, mos mu pajtu, prap pajtimi vjen tjetë më i mirë. Se sa inati dhe hidhrimi që mund të mbajmë ndërmjet vete. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: a doni t'ju tregoj diçka që është më i vlefshëm se agjerimi, se namazi dhe sadakaja? Ato i kanë thonë: po, ja Rasulullah. Thot pejgamberi është thonë pajtimi ndërmjet njerëzve. Tash mund me në mendoj xhami, mundemi me agjeru, mund me qenë të devotshëm, ama me qenë se e kemi edhe këtë, është më mirë. Sepse mos e anashkaloni këtë ndërmjetësimin, ta quajmë ndërmjetësimin ndërmjet dy njerëzve ose dy familjeve që s'kan muhabet, e dikush duhet me ndërhi patjetër për me i pajtu. Se hidhrimi i nati mund na sjellë në dëm më të madh. Ndërsa pajtimi në asnjë rast nuk sjell dëm, por sjell dobi dhe respekt. Të ndërshëm vëllezër, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: pajtimi është i lejuar dhe është mirë të bëhen ndërmjet muslimanëve, përveç një pajtim, një lloj nuk është i lejuar. Shembull, duhet mu pajtu, mirë po halalin duhet me bë haram, ose haramin duhet me bë halal. Në këtë rast nuk lejohet. Sado që është belaja e madhe, nuk mundemi për shembull për me bon qef, e tash dy njerëz me afru, me thonë në rregull, mirë e kiti, dhe me thonë prej sot halalin po e bëjmë haram. Ose prej sot që për me ta bon qefin ti, për mu pajtu ti, haramin po e bëjmë halal. Kjo është ndaluar. Kështu qefe nuk ka mundësi me bon. Sepse është e vërtet ata që mirën me pajtimin, ndonjëherë duhet t'i përdoren ata lavdrimet, ata fjalët e mira, përpos që duhet me bon sabër dhe durim, se mundet me të lëndu dikush, mundet me të nënshmu dikush. Është mirë që me i përdor ata fjalët që me ngrit pak, me i lavdru ata njerëzit që janë në konflikt e sipër. Të ndërshëm vëllezër, kemi disa lloje të pajtimeve. E para, ndërmjet dy njerëz. Dy njerëz kanë probleme, ndërmjet vetë është mirë tash të ndërhime dhe të pajtojmë.
Pastaj vjen pajtimi ndërmjet dy grupeve. Një grupo 50 vetë, këndej një grupo 100 vetë, andej e kanë një konflikt, kanë një kuet, ju në biznis, në diçka, janë përzi punë atje, janë i dhnu, janë bela, është mirë që dikush ta merë edhe këtë gajle. A është zarë, vëlla. E dini pse është zarë? Se me një njeri mundesh më marrë vesht. Ama me 50 vetë, nuk ka letë më marrë vesht. Me 29 pajtone i 50 e thotë unë s'pajtone. Bjen u i kretaj. Ose ma të grupin tjetër nëse janë ma shume. Për shembull, si shembull e mikrofon. Dhe më thonë ndërmjet dy grupeve, ose dy familjeve, që kanë armiqësi, kanë inati, kanë dhe një problem ndërmjet vetë. Pastaj ndërmjet dy shteteve, ka ndodhur një luftë, ka ndodhur një problem, edhe ka ndodhur një histori që dy shtete kanë pas probleme, mirë po ka pas kohë, me ndërmjetësimin e shteteve tjera janë pajtu. Por e kemi edhe një problem, edhe një pajtim që shpesh po ndodh. Kjo pajtimi kur ndodh ndërmjet burrit dhe gruas. Në kohën e fundit, përpara ju haxhiler të nderuar, ju më të vjetër që jeni këtu në xhami, ku e dia mund duket ata disi si një dhënum duke si ju. Në trit, fort në akcenteli. Fort në akcenteli, edhe i dhënohemi me gratë, pa dhe gratë i dhënohen me burat. A problemi më i madh, dikush që mirret me pajtime, tha, vallahi, ma lehtë kam i pajtu dy shtete, se sa burrin me gruan e vet. Ama kohën e fundit të ndërshë vëllezër, o shtu mos pajtimi ndërmjet trive dhe trejave tona. Fatkeqësisht. Nëse analizon pse, edhe ato nuk e din pse, ama mundemi me analizu pse mundet me ndodh, sepse imani i dopt, mos respektit nivel, epshi i tepruar, qefet e shumta që i kemi tash, të mundu mi realizu qefet, harojmë se kemi detyrë ndaj shtëpisë tanë. Po edhe gratë, ku e di une duke u marrë me punë sekundare, harojnë që kanë obligime ndaj bashorteve, ndaj fëmijëve kështu me radhë. Sidoqoftë, Kurani e përmend qartë këtë çështje, ndërmjet burrit dhe gruas kur ka probleme, thotë është mirë me ndërhinj dhe duhet me dërgu ndonjë ndërmjetësues për pajtim. Sepse më lehtë se munda dhe mu shkorrizu nuk ka. E vendos me njerë. Ama nuk është vepër e mire. Nuk është vepër e mirë. Nuk është në rregull për një fjale, dy fjale, për dhe 100 me qenë. Mi marë në qafë fëmijët. Sepse ti pse ndahësh, nuk do me thonë se nesër nëse e ke qatë kokë, edhe qatë filozofi, edhe martese e ditë ka mu bo problem për ti edhe tretë edhe pestë. Ose për atë vajzën, njësoj vazhdo. Nëse e mendon se që ki buri em qenë ka shumë i padrejt, shumë i keq, nëse nuk falim ndërmjet vete, nëse nuk respektojme ndërmjet vete, as njani s'ka më të bojë mirë. Ama duhet me intervenu dikush, a duhet me ndërmjetësu dikush, duhet me ndërmjetësu. Të ndërmjetësim vëllezër, ka do që ndëgjoni për kështu probleme, është mirë me fjalë të mira, me sabër, me durim, me ndërhi, mos me leju, mu shkatru dy familje, po saqërisht në qoftë ata familje ka ndonjë fëmijë. Allahu na udhëzoft të gjithë neve, po edhe i përmirësoft raportet e të gjithë bashkëshorteve kudo që janë. Pastaj pajtimi në shoqëri, i vjen ndalimi ndonjë gjakderdhjes, që ka mundësi më bë. Kënë dëgjuar ti për shembull unë ai është mirë me intervenu, sa nuk e ka bën. Se të ne është një fjalë, thuhet bjeri punës mas sa s'u ka bën. Se kur të bëhet, mos bën zan.
Kështu thuhet. Kur të ndodhe problemi, në prapë kena me ndihmua, ama unë ndodhi. Ndodhi. Për atë shkak është mirë me mos me leju, me ndodh me mundësitë tona që i kemi. Edhe afrimin e zemrave. Ai gibete, përgojime, xhelozia, inati, që ko pas kohë e kemi ndërmjet veti, është mirë me ndërmjetësu dikush mi afru zemrat, mi afru njerëzit, mi bashku njerëzit, e jo më kontribu, se kemi një grup të njerëzve që kontribojnë në përçarje, në lidhnim. Është mirë të gjithë ne kontribojmë që njerëzit, vëllezërit tanë, kudo që janë, mundohemi t'i afrojmë ndërmjet vete e jo ti përçajmë. Të ndërshëm vëllezër, a ka përfitim pajtimi ndërmjet njerëzve? Para, ka përfitimi më i madh se e forcon unitetin ndërmjet njerëzve dhe ndalon përçarjen. Kur ka unitet, jemi domethënë bashkë, jemi një. Nëse kur ka përçarje, atëherë secili njeri ka mundësi me na von ka vetja sipas asaj që ai don. Pastaj e dyta, pajtimi ndërmjet njerëzve sjell mëshirën Allahu subhanahu wa taala. E sjell të mirën Allahu subhanahu wa taala. Pajtimi ndërmjet njerëzve të ndershëm vëllezër e largon armiqsinë. Edhe e largon urrëtitjen inatin ndërmjet njerëzve dhe pasojat e këqija që mundën me ndodh pas armiqësive të lloj-llojshme. Ai që mirët me këtë punë, çka i ndodh? Po Allahu subhanahu wa taala e shpërblet. Allahu subhanahu wa taala e ngrit. Ai njeri jo që don me pas emër, po ai ka me pas emër. Se Allahu emrin e tij ka me ngrit. Ka më përbën të njeri, për shembull, në troja shqiptare, edhe në Kosovë, edhe në Maqedoni, edhe në Shqipëri. Sot tek kësaj ditë, shembull, se më thirr mu dikush telefon për një problem, unë me më shkon mendja të disa njerëz që mirën me këtë punë. Thonë, vallahi, e kena një shok ose e njoft filanin, i thamë ajo, është burri i madh dhe mundet me të ndihmu në këtë aspekt. Se secili njeri, edhe sa në bankët, e kam provu njerëzit, një herë, dy herë, tre herë janë mërzit. Valla dhe thamë, s'mundu. Se në duron presionin, se në duron atë shtipjen, se në duron dë njëherë në nëshmimin. Se kur të ish me zlisë ati, dush me ditë që dikush mundet me thamë, valla be hoxha, ti kërkun se paske, ti je ka filani. E njerëzit kur kanë gajle, se dhe nëherë, si cëli ti duke që ti je kaj. Pa tjetër kjo me qenë. Derisa, kur qetësohen gjakrat, kur njerëzit mendojnë drejt dhe mirë, atër mundesh mi tonë që, ama duhet me duru. Duhesh me duru. Nëse ke vendosur për hir Zotit mi pajtu di njerëz, duhesh mi duru të di. Të di ta thonë ka një fjalë që nuk qëndron, nuk e vërtet, po duhesh me von sabër. E pastaj kur të kaloj ai nati, ai mllej vedhnimi, secili njeri i mençur dhe i ditur dhe musliman, thot hoxha ose o haxhi, kush ka më ndërmjetsu, thot ma ban halal dhe se e gabova në fillim. Ama me qenë se ti prim fillim, ai kur ta thot një fjalë, ti dorëzohesh, dhe më thonë hajri nuk ndodhi. Ti u mërzite. A nëse e kthemi në histori, Muhamedi sallallahu ta kishte lënë këtë fep se e kanë nënçmu, e kishte lënë vit para ditë, po se ka lënë. Nuk e ka lënë. E kanë nënçmu, kanë dashur me bë tentat, kanë dashur me vra, ja kanë nënçmu familjen, apo se ka lënë. A neve, çka do që na ndodh më pak se që i ka ndodhur Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Por atë shkak të ndërshëm vëllezër, punë të mëdha kërkojnë edhe sakrificë të madhe. I kemi një shembull shumë të madh Muhamedit sallallahu pasi që emigroi prej Mekë në Medinë. Ata dy familje që ishin në Medinë, familja Eus edhe familja Khazraj, ata 200 vjet në luftë ndërmjet vete. Luftë të ashpër, vrasje të mëdha ndërmjet vete, probleme të mëdha, derisa Muhamedi sallallahu i pajtoi. Edhe tha, prej sot nuk jeni ju Eus dhe Khazraj, po prej sot ju jeni Ansar. E pastaj i mori Ansarët e Medinës, i pajtoi dhe i vllazëroi me
muhaxhirët, me këta prej Mekës që shkon në Medinë. Se shumë interesant është si ka ndodhur. Muhamedi sallallahu ato sahabët në Medinë, njëri ka pas shembull 1 metra katror tokë. Ka thonë 500 metra, ka thonë ati vllaut vetë Mekës. I ka pas dy dyqana, njërin ja ka falë. Ja ka falë, jo me ja thonë me qira, ja ka falë. Dhe me thonë edhe pajtimi kër ndodhë, vëllezër, du të me ndodhë mirë dhe drejtë dhe 100%. A ki pak diçka këtë në zemër, atja fali, më t'ja fali, e bona për hatër, maj si të shkojnë ata, më rejntën që këto, si me zërë që ja. Kjo nuk o pajtim. Nëse e banë veç për hirë të Allahu subhanahu wa taala. Ai që falë për hirë Zotit, vallahi, billahi, Zoti ka me ngritë. Edhe në këtë botë, mos flasim për botën ashme. Të ndërshëm vëllezër, në qoftë se keni problem me dika, falja njëri tjetrit, inshallah Allah na udhëzon të gjithë së bashku në xhenet na son. Selam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أشهد أن